Deputet dhe përfaqësues të bizneseve kanë kërkuar që projekt ligji për masat e përkohshme mbi produktet themelore në rast të krizave ekonomike, i njohur ndryshe si ligji për çmimet tavan, të hartohet në përputhje me kushtetutën dhe të mos cënojë ekonominë e lirë të tregut. Ata theksojnë se nisma duhet të merren parasysh vendimin e mëparshëm të gjykatës kushtetuese dhe praktikat evropiane në mënyrë që të mbrojnë konsumatorin pa dëmtuar biznesin. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, thë se qeveria nuk duhet të përsërisë gabimet e së kaluarës, duke miratuar akte që bien ndesh me kushtetutën dhe parimet e ekonomisë së tregut të lirë. Sigurisht që qeveria ka projekcionet e veta, por konsideroj që në këtë rast qeveria nuk do të bënte gabimin që ka bërë herën e parë, që do të bien ndesh me kushtetutën dhe me gjitha parimet dhe të drejtat e të bërit biznes dhe të mënyrës së tregtisë. Këtë relacion ne inkurajojmë që Kosova të ketë stabilitet dhe kontroll mbi gjithçka, por brenda kuadrit ligjor dhe konsideroj që nëse sponsorizuesi i ligjit të ardhshëm fillon një procedurë të tillë, duhet të ketë shumë parasysh gjitha të gjetura që i ka gjetur gjykata kushtetuese në ligjin paraprak. Sipas tij, çdo nismë e re duhet të bazohet në gjetjen e kushtetutës dhe të respektojë të drejtën e të bërit biznes. Thashë një herë, gjithçka në këtë vend është e rregulluar me legjislacion dhe me parime demokratike të ekonomisë së tregut të lirë, të ekonomisë e cila nuk ngulfatet nga politikat ditore, të ekonomisë e cila është, si më thonë, katalizatori i zhvillimit përgjithshëm të vendit. Në këtë relacion, qeveria nuk guxon të procedojë procedura ligjore apo akte normative të cilat bin ndesh me parimet themelore të mënyrës së të bërit biznes. Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, kujtoi se ligji i mëparshëm ishte rrëzuar si shkelje e ekonomisë së tregut, për shprehur pritjen që versioni i ri të ketë përmirësime për konsumatorin, biznesin dhe shtetin, pa cënuar konkurrencën e lirë. Ai theksoi se ndërhyrja e shtetit duhet të ndodhë vetëm në rastet e jashtëzakonshme, si rritjen e pakontrolluar e çmimeve apo mungesës së produkteve, dhe përmirësimin e mekanizmit të rezervave shtetërore. Inicimi i projekt ligjit për çmimet tavan të produkteve bazë ka qenë edhe më herët. Kushtetuesja ka hudhur poshtë si të pa bazë dhe si formë shkeljes së ekonomisë së tregut kushtetutës së Kosovës dhe tash ky projekt ligj i ri iniciuar mendoj që do të ketë përmirësime dhe avantazha qoftë për konsumatorin, qoftë për biznesin edhe për shtetin. Prandaj, do duhet merren praktikat më të mira të vendeve në Evropë, Ballkan dhe në vende të tjera, ku ky ligj mund të jetë si model, por asesi me cenu ekonominë e lirë të tregut. Asesi sepse ajo është kushtetuta e garanton një gjë të tillë. Në disa vende të ndryshme, në rast se ka lëvizje të çmimit pa kontrolluar, ka mungesë të produkteve, ose ka shtrajtime të një pasnishme të produkteve dhe vrehet se kjo është bën si klientel për përfitime të larta duke dëmtu konsumatorin, atëherë shteti e ka të drejtën të ndërhyjë, po të ndërhyjë me rezerva shtetërore. Ndërkohë Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mejmoza Kusari Lila, ka njoftuar inicimin e procedurës për projekt ligj, duke cilësuar si të domosdoshëm për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e stabilitetit në treg, veçanërisht në rast të rritjeve të papritura të çmimeve, mungesës së produkteve apo çrregullimeve me furnizim. Ligji për çmimin e tavanit ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese në vitin 2023, pasi u vlerësua se nuk ishte në përputhje me kushtetutën. Ai parashinte kufizimin e çmimeve për produktet bazë si buka, mielli, vaji, qumshti, sheqeri, vezët, mishi i pulës dhe produktet higjienike.